Miqtë e gazetës Infokus, edhe sot dështoj seanca për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Për të 8-ën herë radhazi. Do burra dhe gra janë të bu në kuvendin e Kosovës për me i themelu institucionet e reja të dalura nga zgjedhjet e fundit. Po dështojnë për shkak se kanë vendos me kryenësi, me u barrikadu me inatet politike të para fushatës dhe pas fushatës, me një emën dhe një kandidatur e cila nuk po kalan, nuk po ka votat për me u zgjedh kryeparlamentare, edhe me vazhdu me tutje siç e parashe kushtetuta me zgjedhjen e qeverisë. Dhe sa këta kanë vendos kështu me u tall me Republikën dhe me jetët e qytetarëve të Kosovës, na kena vazhdu me pagu çmimin e rrymës, tashmë për 16.1% i rritur, e po ashtu edhe ato që po paralajmërojnë për çdo ditë, për çdo ditë po i shohim rritjen e çmimeve të gjitha produkteve tjera bazike elementare. Thellim të varfërisë, probleme e hallet të qytetarëve që i prekin për çdo ditë dhe i përjetojnë për çdo ditë. E që këto, për këta që ne i kemi zgjedhur të na përfaqësojnë, nuk i përjetojnë edhe nuk ballafaqohen me to. Derisa ne ose qytetarët ballafaqohen me këto halle të përditshme dhe probleme, nuk kemi kuj me i kërku llogari, përgjegjësi, e të paktën në mënyrë deklarative, me i bë pyetje dhe me marrë përgjigje për këtë këto halle probleme të qytetarëve. Jemi të e pa çdo ditë, një kryeministër në detyrë, i cili rrethun me 6-7 bodyguarda nuk nalet as me i dhënë përgjigje gazetarëve, se çka po ndodh dhe kur mundet me zgjat kjo tallje me qytetarët e Republikës Kosovës e me vetë shtetin e Kosovës, duke i parë çdo dytën ditë duke u të bu në kuvendin e Kosovës, ata të cilët ne i kemi zgjedhur edhe kanë obligim, kanë përgjegjësi me i themelu institucionet e Kosovës edhe me dhënë përgjigje për çdo problem dhe hall të qytetarëve që ngritet përmes gazetarëve. Ata që çdo ditë po e bojnë punën e tyre, të najt para dyrëve të kuvendit të Kosovës dhe para qeverisë Kosovës. E derisa këta i shohmi të sjell në këtë mënyrë, atëherë neve na mbetet veç me kujtu ato që ka kërku vetë lideri vetëvendosës Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje, edhe ka punu me vitet tona për me shndru një shoqëri aktive e cila reagon, e cila kërkon drejtat e tyre për çdo gjë elementare. Derisa ne nuk kërkojmë llogari para këtyre njerëzve që ne vetë i zgjedhëm, atëherë këta kanë me vazhdu me lujt me fatin e shtetit ton, edhe me këta qytetarë që kanë halle, kanë probleme, edhe që sot nuk din ku me kërku llogari ose zgjidhje tyne probleme.